USAID is partnering with diaspora businesses to increase export capacities of small producers. Hi everybody, I'm Dina from USAID, and today we're joining RB Company to learn how Kosovo products are reaching European markets. Mr. Berisha, what drove you to invest in Kosovo? Dashuria ndaj adhëvt, nevoja për vendet e punës në Kosovë, produktet kualitative të Kosovës ishin arsyet kryesore. What is your contribution to Kosovo's development? Me mbështetjen e USAID-it kemi ndihmuar në rritjen e eksportit të produkteve vendore në tregun evropian, duke i lidhur kompanitë si Agrokrusha, por edhe të tjera me partner evropian. Where do you see the future of this cooperation? Planifikojmë që përmes shitjes së produkteve të rritin kapacitetet prodhuese të kompanive vendore dhe përmes këtij zgjerimit të hapen vende të reja të punës.